Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ka bërë të ditur se arsimi profesional në Shqipëri po njeh një rritje të vazhdueshme të regjistrimeve, duke arritur në 19.4% të numrit totalit të nxënësve të arsimit të mesëm. Ky konsiderohet niveli më i lartë i arritur në 25 vitet e fundit dhe një tregues i interesit në rritje të të rinjve për arsimin profesional dhe orientimin drejt tregut të punës. Sipas AKPA-s, kjo rritje vjen si rezultat i reformave të ndërmarra nga qeveria në sektorin e arsimit profesional, ku vitet e fundit janë realizuar investime në modernizimin e shkollave dhe përmirësimin e kushteve të mësimdhënies. Shumë institucione janë ndërtuar dhe janë pajisur me laborator modern, të cilët u japin nxënësve mundësinë të zhvillojnë aftësi praktike në kushte bashkëkohore dhe të përgatiten më mirë për profesionet që kërkon tregu i punës. AKPA thekson se rezultatet e deri tanishme janë një hap pozitiv drejt realizimit të objektivit kombëtar që deri në vitin 2030 një në 3 nxënës të arsimit të mesëm të zgjedhin arsimin profesional. Një tjetër element i rëndësishëm i reformës mbetet përfshirja e stafit mësimdhënës të kualifikuar dhe hapja e profileve të reja profesionale të përshtatura me zhvillimet ekonomike dhe teknologjike. Përmes këtyre profileve, të rinjt kanë mundësinë të ndjekin drejtime që lidhen me teknologjinë, shërbimet, turizmin, industrinë dhe fusha të tjera me kërkesë të lartë për punësim. Po kështu rëndësi të veçantë ka marrë edhe modeli arsimi dual, i cili kombinon mësimin teorik në shkollë me praktikën profesionale pranë bizneseve. Ky sistem ndihmon nxënësit të fitojnë eksperiencë konkrete pune që gjatë periudhës së studimeve, duke rritur mundësitë për punësim menjëherë pas diplomimit.